Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës për gjatë minutave në vim. Do të ndalemi dhe do të flasim se rakon asaj se çfarë është duke ndodhur në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe më konkretisht në Shkup, ku po mbahet edhe samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian. Në agjendën e diskutimeve kanë qenë bashkëpunimi ekonomik, reformat dhe integrimi drejt tregut të përbashkët rajonal. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, zonja Marta Kos, në fjalën e saj hapse theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian është një plan real dhe i mbështetur me konsensus të plot nga vendet anëtare të Unionit. Për më shumë informacione, për një analizë të thelluar se rakon të gjitha këtyre zhvillimeve në një lidhje të drejt për drejt nga Maqedonia e Veriut, do të jem me zotin Fejzi Ajdari, analist. Zoti Ajdari, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Kënaqësi, përshëndetje. Zoti Ajdari, si e keni lexuar të paktën mesazhin kryesor që ka arritur të përcjell ky samit i cili është duke u zhvilluar në Shkup dhe cilat kanë qenë momentet kryesore nga punimet e këtij samiti? Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje? Paka shumë ato që ishin pritshmërie tani morën atë formën e realizimit në kuptimin deklarativ, të paktën gjykuar në bazë të prononcimeve të pjesëmarrësve në këtë samit që po bëhet këtu në Shkup. Siç e potencuat edhe ju, Komisarja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, vlerësoi se diku 70% bazë të zotimeve të pjesëmarrësve në këtë samit, diku 75% të reformave që është kusht për marrjen e, si të themi, këstit të parë të mjeteve që janë të destinuara për planin e rritjes janë plotësuar dhe në rrjedhimisht sipas deklarimeve gjithnjë të zonjës në fjalë, pritet diku pas 2 javësh të ndahet edhe kësti i parë, sepse ajo ka vlerësuar se tani janë realizuar diku 75% e reformave që janë kusht për marrjen e këstit të parë. Mirë, po pjesa e dytë, siç dihet, pjesa e dytë do të ngelet për në fund, bëhet fjalë për 6 miliardet që i kishin ndarë për shtetet e rajonit, respektivisht shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkaq, kësti i parë në çfarë shifrash është përllogaritur, zoti Ajdari, dhe në cilat fusha do të përqendrohet më shumë? Po, si zakonisht, aty ku është përqendruar edhe fokusi i reformave, respektivisht dihet se ku priten në cilat dikasteri ministrore, respektivisht fusha kërkojnë reforma kyçe edhe intenzive në këtë kontekst. Ato janë bisundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe këtu në bazë paraqitjeve respektivisht pjesëmarrësve të shteteve të caktuara të rajonit, respektivisht Shqipërisë, Kosovës, Malizis, Bosnjë Hercegovinës dhe Serbisë, në bazë deklarimeve të ministrave dhe kryeministrave të këtyre shteteve janë realizuar diku 75%, mirë, po gjithnjë do të ketë edhe një përllogaritje deri në një afat prej 2 javësh dhe konform atyre përllogaritjeve, respektivisht vlerësimeve se sa janë avancuar, se sa kanë ecur reformat në shtetet përkatëse, do të ndahen edhe mjetet nga buxheti 6 miliardësh. Mirë, në përgjithësi, të paktën për përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian vazhdimisht kanë theksuar dhe vazhdimisht kanë deklaruar për një shtrirje të gjerë të këtij unioni edhe drejt Ballkanit Perëndimor dhe hapësirë për anëtarësime të reja, ndërto është përmendur Shqipëria, është përmendur Maqedonia e Veriut, por edhe një sër vendesh të tjera. A tregohet në këndvështrimin tuaj, zoti Ajdari, Bashkimi Evropian në këto momente më konkrete në angazhimet e saj për integrimin e vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian?
Pikërisht është përgjigja është kjo pjesa e fundit e pyetjes së tuaj. Rrethanat e tanishme në botë dhe sidomos në Evropë, sidomos në pjesën atje ku po luftohet respektivisht në Ukrainë dhe sidomos kjo kriza që ka kapluar këtu, që është vazhdimisht e pranishme mes Serbisë dhe Kosovës dhe po mendoj tensionet, jo kriza, tensionet e vazhdueshme dhe në Bosnjë e Hercegovinë kanë, si të them, kanë intensifikuar një qasje më serioze, më ndryshe nga përpara, sepse ju e dini se në shtetet e rajonit ballkanik këtu flitet vazhdimisht për marrjen e datës për çeljen e negociatave. Tani, siç është rasti i Maqedonisë, ne presim tani, jemi në pritje disa vite me radhë, këto 15 vitet e fundit vazhdimisht flitet se do të merret në këtë vit, në atë vit, dhe vazhdimisht vinë ato raportet negative dhe në momentin e fundit zhgënjehemi. Dhe pra, kurse tani më duket qasja, jam i prirur, jam optimist se kësaj radhe do të jetë qasja shumë më ndryshe, shumë më serioze e Bashkimit Evropian dhe pritet sa më shpejt të përfshijë edhe këto shtetet të cilat janë duke pritur për të integruar në gjirin e Bashkimit Evropian. Këtu i prind, si që tha edhe vetë kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili është optimist se shumë shpejt do të bëhet antare e Bashkimit Evropian, po megjithatë politika, ju e shihni tani se në çfarë rrethanash po jetojmë ne këtu, politika ditë të ketë befasira dhe jo të këndshme si gjithmonë, dhe përgjigjet e tilla nga Bashkimi Evropian din shpeshherë dhe zhgënjejnë. Kur thoni befasira, çfarë nënkuptoni, zoti Hajdari? Befasira në kuptimin negativ, sepse deri tani po flisnim me një dozë të optimizmit, po flisha unë, po dhe prandaj e mora për bazë dhe deklaratën e kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili tha se shumë shpejt, pikërisht kështu tha, shumë shpejt presim të jemi antar të Bashkimit Evropian diku për edhe vitin 2027. Mirë, përpara se të ndalem tek çështja e afateve dhe të analizojmë pak të vitin 2027 me mbylljen e negociatave dhe antarësimin më pas para vitit 2030. Duhet të ndalem pak tek ecuria e Republikës Maqedonisë Veriut deri në këto moment dhe pretendimit të saj për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Si njohësi mirë i çështjeve të brendshme të politikës në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm, zoti Hajdari, cilat kanë qenë hapat dhe a është bërë mirë në rrugën drejt integrimit paktën nga ana e Maqedonisë së Veriut dhe sa pikë shton mbajtja e këtij samiti po në Maqedoninë e Veriut? Rrethanat këtu në Maqedoni ndryshojnë diametralisht nga rrethanat që janë në fjala bie në Shqipëri. Maqedonia ka probleme shumë komshitme, fqinjtë e saj, të cilët janë problematik përjashton nga këto fqinjtë Kosovën dhe Shqipërinë, të cilët vazhdimisht kanë qenë për krahës të fuqishëm të Maqedonisë, shkaku i shqiptarëve ndoshta edhe që jetojnë në Maqedoni. Maqedonia ka probleme të cilat datojnë me vite me radhë rreth identitetit kombëtar fetar. Ka rreth identitetit fetar, ju e dini që ka me kishën ortodokse serbe, të cilët vazhdimisht kërkojnë, kanë disa kërkesa, në fakt nuk pajtohen me pavarësinë e kishës ortodokse maqedonase. Kurse bullgarët kanë probleme, kanë kërkesa edhe më të mëdha rreth identitetit historik, identitetit kombëtar, kulturor, gjithësor. Po ashtu Greqia, e cila e zgjidhi në kohën kur ishte kryeminist Zaev, e zgjidhi problemin duke ndryshuar Maqedonia emrin kushtetues saj. Vazhdimisht në kohën e fundit ka edhe ajo kërkesat e saj, sepse ka një marrëveshje e cila në bazë deklarimeve të autoriteteve zyrtare të Greqisë nuk i respekton Maqedonia. Dhe këto tre shtete e vështirësojnë goxha e vështirësojnë rrugën ecjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Ndryshe nga kjo është fjala bie
fjala bie Shqipëria. Shqipëria, si të them kushtimisht, rrugët i ka të hapura. Pastaj Maqedonia ka probleme të brendshme këtu. Ju e dini se shqiptarët me kushtetut akoma vazhdojnë të quhen popull mbi 20%. Gjua shqipe, po ashtu me përqindje. Flamuri kombëtar, të mos flasim tani për kërkesat kombëtare shqiptarëve, që megjithatë në atë mozaikun e atyre pengesave që i përmendan, bën disa pika shumë kyçe. Prandaj ecja e Maqedonisë në krahasim me krejt shtetet tjera të cilat kishin përfaqësues këtyre këto në summit, Maqedonia do ta ketë pak më vështirë. Sidomos tani shoh se edhe paraqitjet e kryeministit të Maqedonisë sot, në kuptimin ishte një deklaratë e cila mu bëri për shqipje më habiti, thjesht më habiti për keq, sepse thoshte, pak a shumë po e citoj, plani i rritjes do të realizohet, jo pse këtë e kërkon BE-ja, Bashkimi Evropian, po pse kjo është kërkesë e qytetarëve të Maqedonisë. Kjo pse e kërkon BE-ja, kjo lindet diçka se nuk e bëjmë ne për BE-n, po e bëjmë për dikë tjetër. Kështu diçka ishte mesazhi. Prandaj po them se edhe duke i marrë parasysh edhe këto rezultate, një ulëm tim e kishte te disponimi të trinj Maqedonas për integrimin në BE, janë shumë pesimiste krahasuar me përqindjen e shqiptarëve që janë pro BE-s, pro euro integrimi në përgjithësi. E qartë, cilat janë pritshmëritë reale që duhet të kenë qytetarët dhe Maqedonia e Veriut nga pritshmëritë dhe mesazhet që përcjell në vetvete ky summit, zoti Hajdari? Kryesisht mesazhet nga të gjithë pranishmit, sidomos nga zonja Kos, ishin shumë optimiste dhe unë aty e bazova atë optimizmin tim. Po natyrisht që mekanizmat ndërkombëtar, kur them mekanizmat ndërkombëtar, kam parasysh Bashkimin Evropian me gjithë ato mekanizma që i kanë në dispozicion, duhet të arrisin trysnin sa më tepër te qeveria e Maqedonisë. Gjithmonë ka pas një tendencë të tillë. Ju e dini se këtu vazhdojnë ende ka qarqe pro-ruse, pro-serbe që janë të pranishëm këtu dhe si thonë asaj, janë të përfjetur. Në momentin që ka një problem me shqiptarët, ato i nxisin ato tensionet ndëretnike dhe krijohet një pasqyrë dhe automatikisht krijohet një pengesë për ecjen sa më shpejt drejt euro-integrimeve. Domethënë rritja eventuale tensionit, mos harmonizimi i raporteve ndëretnike me shqiptarët dhe maqedonëse është një ndër kushtet kryesore në qoftë se nuk është edhe pak atë optimizmin që në përgjithësi na ka plon të gjithëve, zoti Hajdari, si ne këtu në Shqipëri, por pse jo edhe ju atje në Maqedoni? Nuk e dëgjova edhe një kishte shkputje. Gjitha këto problematika shpeshherë na e zbehin këto optimizmin që na ka plon her pas here kur ndërkombëtarët flasin fjalë të mira për vendet tona respektive. Çka do të thotë që ti jesh optimist është krejt ndryshe dhe është shumë larg nga të qenit realist. Pikërisht, të kishin qenë punët ishin realizuar konform atyre zotimeve të ndërkombëtare, sidomos Bashkimit Evropian. Maqedonia ndoshta do të ishte tani qemoti, do të ishte edhe para Kroacisë, sepse me reformat atë botë ishin vitet 90-ta, lider ishte Maqedonia, ishte lider e reformave të paktën konform kërkesave të Bashkimit Evropian. Do të kishin qenë moti atje, mirë, po ja këto marrëdhënie ndërrethike mes shqiptarëve dhe maqedonëve, dhe sidomos ato marrëdhëniet jo të mira me këta fqinjet, të them kushtimisht problematik që i kishte Maqedonia, e bën që rruga e ecjes Maqedonisë drejt eurointegrimeve të vihet në pozicionin zero, ec në vend. E qartë, zoti Hajdari, flasim patjetër edhe për Shqipërinë, por do ndalemi edhe tek Maqedonia e Veriut. Është trajtuar Republika e Maqedonisë së Veriut së bashku me Shqipërinë me një qasje të drejtë dhe me një qasje krejt ndryshe nga vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, zoti Hajdari, na kanë mbajtur, kur thot populli, pak më shumë me hatër se të gjithë këto vendet e tjera?
duke përmendur Bosnjë Hercegovinën, Kosovën, Kroacinë, Serbinë, Malin e Zi. Nuk e di, unë mendoj se ajo... Një zhvillim më shumë se të dyja vendet tona. Nuk e di, unë mendoj se ajo integrimi apo qelje e bisedimeve për ecjen drejt Bashkimit Evropian në pako me Maqedoninë ka qenë, mendoj, në bazë të analizave, mendoj se ka qenë një gabim. Pse fjala bie, pse Shqipëria të paguaj çmimin e Maqedonisë dhe Anasjellta. Dhe si rezultat i kësaj unë shihja disa përplasje, nuk i kuptoja disa përplasje që Edi Rama kishte me autoritetet zyrtare të Bullgarisë, që ishin unë komunikim me ato kolegët atje në Sofje, me që e kemi edhe fizikisht më afër edhe mundësinë për të komunikuar më tepër me ata, shpesh ata shprehnin habi. Kurse tani që është ndara, se ja tani po shihen edhe hapat konkret dhe ecja shumë e suksesshme e Shqipërisë drejt integrimit final të këtij shteti në Bashkimin Evropian. Dua të rikthehem pak afateve, zoti Edari, e nisëm pak së bashku më herët duke folur për afatet, mbyllja e negociatave brenda vitit 2027 dhe antarësimi brenda vitit 2030. Mendoni se këto janë afate reale apo thjesht data simbolike për antarësimin e vendeve? Duke patur parasysh problematikash që kemi, jo vetëm Shqipëria, Maqedonia, por edhe vendet e tjera. Pikërisht. Po flas për rajon. Gjykuar realisht, janë afate pak shumë të shkurtra, por ju për ta kuptuar pak në esencë këtë problem, për t'ju sjell një shembull më plastik, kështu, duhet të them se vendimi për integrimin e Bullgarisë dhe Rumanisë në NATO dhe në BE ishte më shumë i karakterit politik dhe jo ishte fund e kryej politik, sepse Maqedonia ka qenë shumë para sa i përket reformave dhe plotësimit kritereve për integrimin në Bashkimin Evropian, edhe se Bullgaria edhe se Rumania. Pastaj ju e dini se në Bullgari jeton një pakicë madhe turqeve atje, të cilët janë të super diskriminuar. E keni pastaj një pakicë të kushtimisht e cila përbën mbi 1 milion hungarez jetojnë në Rumani dhe ato vazhdojnë akoma të mos kenë drejt në gjuhën e tyre të kenë arsim superior, të lartë, po mendoj. Mirë po, vendimi politik e bërit vetëm dhe u integruan në të gjyrin e familjes së sigurisë botërore e cila është NATO dhe gjyrin e familjes madhe evropiane. Prandaj edhe këtu, kur që i kthem afateve aty ku e filluam edhe bisedimin. Unë jam optimist sepse rrethanat që janë krijuar në botë tashti, ku pothuajse çdo shtëpie ku jetojmë ne i troket një bombë, një luftë, një pasiguri, një krizë e madhe, do ta bëjnë të vetën, do t'ju detyrojnë edhe këto burokratët e mëdhenj që ka Brukseli atje, detyrojnë të mendojnë esull, nëse duan të kenë një qasje dhe siguri pak më të madhe sa i përket rajonit, i cili shtrihet deri në detin e Gje. Si janë lexuar të gjitha zhvillimet për të përmbyllur zoti Edari, të paktën nga opinioni publik? Janë shumë, e thash edhe pak më parë, janë shumë optimiste, I shoh edhe reagimet pas takimit të sotëm të analistëve, qarqeve intelektuale, të cilat merren me analiza, komente të zhvillimeve të tilla, janë kryesisht optimistë dhe presin këtë sa më shpejt kjo plani rritjes të filloj me realizimin konkret të saj, në kuptimin që pas 2 javësh dvi ai kësti i parë atyre mjeteve. Në këtë drejtim edhe janë optimistë edhe shqiptarët e këtu, shumë me disa po kontaktoj edhe sot për Shqipërisë, do të jetë vri sa i përket këtyre në këtë drejtim do të prish Shqipëria e para dhe do të arrijë ata fatin që përmendëm, që mua pak a shumë më duket i shkurtër, por megjithatë një vendim politik do ta
do ta bënte real atë fat. Nuk e dihet, mund të jenë afate të shkurtra, por kjo është gjithmonë në varësi të ecurisë. Po, pikërisht. Ne shpresojmë shumë që të arrim atë ditë dhe patjetër ta festojmë atë ditë, duke patur parasysh do të ishte kënaqësi edhe për neve këtë. Të falenderoj zoti Ajlari që ishe sot në Faleminderit edhe juve për interesin. Faleminderit shumë për gjithçka që përcolle në ekranin tonë. Ndërkohë ne do të shkëputemi në publicitet.